Vedat Muriqi u bë dje protagonist në La Liga me 2 gola në ndeshjen që Mallorca e tij luante ndaj Espanyolit. Ai fillimisht shënoi me penallti në fundin e pjesës së parë për të shkurtuar diferencën në 2-1, ndërsa në minutën e 65 erdhi dhe goli i dytë i tij, këtë herë me një gjuajtje të saktë me kokë për barazimin e përkohshëm 2-2. Muriqi është rikthyer pasi mungoi në javën e dytë për shkak të kartonit të kuq dhe duket se tashmë po rigjen formën e tij më të mirë, ndërsa kujtojmë që realizoi edhe për Kosovën në kualifikueset e botrorit 2026.